Më ka shkruar kjo gruaja në Facebook dhe i lexojeni çfarë më ka shkruar. Unë e di që është mashtrim, se më ka ndodhur të herë të tjera që më ka ardhur mesazhe, por sot vendosa t'i kthej përgjigje dhe ta shikojmë së bashku nëse është mashtrim apo jo. Unë nuk e kuptoj si kjo është me komsi angleze, jeton në Francë dhe di shqip. Këtë kush më shpjegon? Dhe këtu thot më këshilloi babai im shpirtëror. Do thotë edhe babai ka vdekur kësajt. Po shpirti i tij ka thënë që i jepi dhuroj lekët. Dhe e din ka dhe datën se kur do vdesi. Tani kjo do që unë t'i tregoj për veten time. Që të bëj unë, që më të marrë lekët. Të sillen si i mirë. Në fakt, kjo është e vërteta. Unë po të kisha të bjem për dikush shumë lek, do t'i shpërndaja te familjet ose te fëmijët që nuk kanë mundësi ekonomike. I shkruajta përsëri 100% shumë fëmijët, çfarë do thotë për ju dashuria për të afërmin. Çfarë do thotë për ju dashuria për të afërmin është dashuri pa kushte. Okej, kjo po thot, mendojmë t'ju qetësoj, ju lutem besoni, t'i besoj unë kësajt. Tani përdesa kjo thot që unë do ju jap llogarinë bankare që ju të rrishni lekët, e besoj. Këtë pjesën po të më kërkoj mua ajo llogari bankare, të më hedhi lekët, e llogarinë bankare këtë nuk e besoj as juve nuk duhet ta besoni. Jese unë jam duke testuar këtë Fadelin, se Fadeli ka emrin këtu. Fadel. Pas ka dhe foto Krishtin. Në Krishtin sipër. Presim përgjigjet. Dhe jam ndjerë shumë keq se shikoj shumë në Shqipëri, ka shumë persona, si të moshuar, si të rinj, që nuk kanë mundësi ekonomike, as të hanë, as të vishën dhe realisht, vjen shumë keq se ka shumë njerëz që kanë roba, kanë diçka dhe kur vjen puna në fund i hedhin te koshi. Se do t'i hedhësh rrobat te koshi, mund t'i çosh diku ose mund t'i japësh një personi që ka nevojë. Ku duhet të kesh? Kjo banka më duket se nuk ekziston, as është fare bank. Këtu ku jetoj unë është një zonë që është si fshat dhe ka shumë persona që nuk kanë të hanë dhe ka shumë fëmijë nga 3 vjeç e sipër që dalin edhe lypin
Dhe mua vjen shumë keq kur shikoj që dalin edhe lypin. Ka edhe të moshuar, ka edhe nëna me fëmijë. Që shi, ftohtë dalin edhe lypin. Ndërkohë shikon shumë persona që dalin TikTok aty dhe shesin mend me makina të shtrenjta, me gjëra të shtrenjta, Ka edhe shumë raste që ka persona që kanë veshje ose kanë diçka dhe nuk e dhurojnë. I hedhin të koshi. Kam parë një komshie që kishte shumë roba dhe i ka hedhur në kosh. Dhe ishte më mirë mos ti kishe hedhur në kosh se që në roba të fisme, të mira, dhe ishte më mirë ti çonte aty ku ka nevojë. Unë e kam bërë gjithmonë këtë. Para disa viteve kam pastruar dollapin dhe kam pasur shumë roba që ishin të ngrohta, të mira, xhupa që nuk më bënin më. Dhe i kam çuar te jetimorja, nuk quhet jetimore. Nuk quhet jetimore, po quhet donacion. Atje ku as kish nuk mund quhet. I kam quar tek donacioni, por nuk quhet donacion, ka një emër tjetër, nuk më kujtohet, por i kam quar atje edhe shumë fëmijë që nuk ishin që të vishnin, kam veshur ato dhe merdi shumë mirë për këtë pjesën që i çova në një vend të sigurt, edhe dikush i veshi që s'kishte mundësi të blente rroba. Kjo është një gjë shumë e mirë. Se në Itali kam dëgjuar që ka disa kosha që janë apostafat për të vendosur rrobat. Edhe këtu në Shqipëri do ishte shumë mirë të ishin disa kosha që ti mund të fusja rrobat, edhe dikush që s'kishte mundësi shkonte i merrte atje. Quhet se ti kishe më duket në Itali që t'japin rroba. Në mos gabohem, kam dëgjuar në YouTube këtë. Dhe më ka pëlqyer shumë. Edhe këtu në Shqipëri duhet bërë që t'jetë një kosh i veçantë ku hidhen rroba që ti nuk i përdor edhe nuk i bën më. Edhe mos të ndotim dhe ambientin. Se në rrugë gjen edhe rroba. Kështu që mos të ndosim ambientin, ta mbajmë pastër, duhet të ketë sa më shumë kosha që të hidhen veturina të ndryshme. Një presim përgjigje nga Fadeli ku duhet i tërheqim lekët. Fadel që ka Fadeli ka të shikojmë një profili në rimqërim kot. Paskat shumë shok të huaj. Mirë, keq. Shokët kam përqyrë këta. Paska këto femrat këtu. Ta përkthejmë këta, kjo duhet jetë në frëngjisht. Para ku jeni dhe më fani, festa po vjen, ju bashkoni dhe ju me mua shpejt. Paska dhe komente. Se din që se gjua frenge kjo. Merci, po kjo është gjua francese. Kam krenar për të time. Tani, ky është mashkull, këtu në foto. Ndërkohë që ajo zonja, ndërkohë që ky këtu që ka mashkull, ndërkohë që ajo që më shkryti mua, thoshte jam femër. Ashtu tallë kjo, sinqerisht. Shkrimet i paska shumë të bukura. Gjarim, po kjo tha s'kam djalun. Kjo tha nuk kam djal. Apo s'maj mentun. A tha kjo nuk kam djal se bashkëshorti ime nuk bënte dot fëmijë? Tani ku e gjetin djalin kjo? Nuk e dini se ta provojmë këtë numrin, ta marrim telefon, do jetë numër francez ose jo, ta shikojmë.
Nga Benini, numri. Ndërkombëtar të Beninit, nuk e di kush është prefiksi ndërkombëtar. Nëse unë këtë ta shënojmë ne. Ta shënojmë edhe t'i shkruajmë në WhatsApp. Si edhe jemi në avokat. Edhe jemi në avokatit, se avokati tha zonja që është. Shkojmë në WhatsApp ta kontrollojmë. Kemi dhe avokatin që nga llogari biznesi. Përshëndetje. Të shkojmë zonjës. Të din kërka më mirë shqipen se mua. E dini shumë mirë shqipen. Kur thashun, kot nuk thashun që kjo di më mirë se mua shqip. Na duhet. Unë jam avokati ndërkombëtar i shkruar Eric Moreti, Dupont. Nëse më kontaktoni në lidhje me donacionin tuaj nga zonja Elisabeth Anderson, ju lutem të më dërgoni informacionin në postën për të vërtetuar. Emri, emri, vendi, qyteti, gjendja martësore. Si t'ja vë prit. Elisabeta Kuçi. Jo. Dua të vë një mbiemër, jo mbiemrin tim, jo emrin tim vërtet. Ekziston ky emër dhe ky mbiemër? Haçi. Pëse mbiemër Haçi nuk ka. Vendi. Tiranë. Qyteti Tiranë. Vendi Tiranë, qyteti Tiranë. Mund qendër aty më ke. Adresa. Mund qendër vëre. Kodi postar. Po që se di kodin postar të Tiranës. Ose ti fare nga I bitur që të njeshi. Gjendja martësore. Single. Të ardhurat mujore. Ku t'i gjaun? T'i gjaun e shkreta se kam të ardhurat. Të ardhurat mujore. Pa pun. Të ardhurat mujore. Po jam pa pun. S'kam lek. Numri telefoni, tani do t'i vendosim një numër kod. 069 558 9988. Kod, numër kod. Të bje një. Basë ky numri. Mani që se eksiston. Ta fshit jap një numër tjetër. Duhet një numër telefoni. S'kam numër tjetër. Okej, duhet t'i japim edhe një ekstrakt nga ekstrakt. Po quhet ekstrakt, po quhet ID nga karta e identitetit. Elisabeta Haçi, besoj mbiemër Haçi nuk ka. Single, pa punë, numrin telefonit e dham, tani duhet t'i japim kartën e identitetit. Po unë nuk e kam. Edhe normale nuk du t'jap kartën e identitetit dikujt që nuk e njoh, por duhet t'i japim një ID të reme. Të formojmë një ID të reme.
Okej. 31, 20, 41, 0, 41, 9. Kjo është një ID e reme. Kam plotësuar të gjitha. Vendi Tiranë, qyteti Tiranë, adresa Tiranë, adresa e shtëpisë time këtu në Tiranë. Se di. Kodin postal ja futa kod se nuk e di. Zonja është fotoja e kartës suaj të identitetit. Zonja është fotoja e kartës së identitetit. E kartës suaj. Çfarë thotë ky më? Shikon, kërkon kartën e identitetit. Që me kartën time të identitetit të bëj gjëra shumë. Kërkon kartën time të identitetit, e polliqe. Në fakt të vërteta është që unë se kam kartën e identitetit, kam harruar në shtëpi. Thot, prisin disa orë, jam në seancë. Të ishe në seancë ti avokat i nderuar, nuk do më shkruaje fare mua. Se kur je në seancë nuk lejohet ta hapësh telefonin. As ta mbash me vete nuk lejohet. Por unë nuk kam llogari bankare që gati shkruar. Ka kaluar një ditë dhe avokati ktheu përgjigje dhe unë i thash që kam marruar kartën e identitetit në shtëpi dhe jam jashtë shtetit dhe nuk kam llogari bankare. Më ka çuar një video që është në bankë gjasme duke bërë letra. Ka çuar video që ta kuptojnë që s'është mashtrim. Pasi ke kartën e identitetit është më mirë. Por nuk kam, ju thash që kam humbur. Bën të pamundur për të dërguar një foto të kartës së identitetit. Nëse mbarojmë së foluri me bankierët, do të kthehemi te ju. Dhe thot, përshëndetje zonjë, si është familja juaj? Kontaktova me bankën dhe do dokumente ligjore, blerje, miratim. Unë s'kam gjë për të blerë në fakt. Unë kam për të marrë lek. Ma do më japi lek. Nuk do të blej. Dhe do lek në këto taksa janë arritur për 270 euro. Domethënë, unë do t'jap llogarinë bankare këtij se ky të më hedhë lekët mua. Që duket që është mashtrim. Pse duhet ky, pse do llogarinë time bankare të më hedhë lekët? Edhe i shkruajta asaj gocës, presin t'ja u tregoj. Zonjë, nëse keni besuar dikujt ose dikujt, mund ta përdorni që ai të marrë dhuratën. Se thot, përshëndetje vajza ime, si jeni për mua? Keni pasur një bisedë të mirë me avokatin dje? I thash po, vetëm se më ka humbur karta e identitetit. A ka problem? Mund të nisësh me Western Union, i thash. Se ka shumë mënyra sot të nisësh me Western Union, kur nuk ke mundësi me bankë. Nëse keni besuar dikujt ose dikujt, mund ta përdorni që ai të marrë dhuratën. Nuk kam asnjë shtëpi, jetoj vetëm. Mira, keni pasaportë? Dhe ajo më ka humbur. Çfarë të bëjmë tani bija ime? Domethënë unë jam bija kësajt.
Kjo është duke u talë me mua dhe më gjuan bia ime. Ministri me Western Union mundesh. Pse? Edhe nuk I ka shpjeguar pse. Nuk ka shkuar të vendosat të bëj këtë dhurat, nuk kanë fëmijë dhe burim ka vdekur, po këtë e di, këtë ma ke thënë edhe më sipër. Tani dua shpjegimin, pse nuk I nis dot me Western Union. Mund të thuash nuk I nis dot se është një shumë e madhe parash, se supozohet këtë më jepte mua kaq lek. Edhe në mirë të thoj është një shumë e madhe parash edhe nuk mund të nis me Western Union. Nëse një Jezu Krishti I ka ofruar kontaktin tim. Pa kuptim, s'ka kuptim. I thashë do I nisesh me Western Union? Nuk ka kthyer përgjigje. Të hap internetin edhe do t'i çoj një dorë të shohim. S'ka internet. Ose më ka futur blok, ose nuk ka internet. Në të dyja. Pas ka qenë para një orësh në linjë, kështu ne do presim t'i shkruajmë edhe avokatit. Mi shkruaj që s'kam llogari bankare. Se ky këtu thot. Pas në llogarinë tuaj bankare për të hyrë në pashqetësime duhen këto dokumente ligjore, një blerje, që duhet të blej unë? Që duhet të miratoj? Që duhet të autorizoj? Të s'kan kuptim fare. Kuptim. Nëse ti do t'i nisësh lekë dikujt, unë e di që nuk ka nevojë fare për këto gjëra. Mjafton ti kërkosh numrin e bankës edhe ti hedhësh lekët, ose me Western Union është mënyra më e thjeshtë. Kur një person nuk ka llogari bankare, ose nuk ka... Është mënyra më e thjeshtë kur një person nuk ka llogari bankare, I nis me bank. Mjafton emër mbi emër, vendin ku ndodhet personi, dhe banka I çon te personi. I thash nuk ka llogari bankare. Tani do t'i shkruaj, a mund sim të shohim nëse avokati do flasi me zë. Se avokati nëse është avokat, duhet të flasi me zë me personin që ta sqaroj. Nëse personi s'e kupton me shkrim, duhet të flasi me zë. Që të shohim ja dhe avokati. Enrik Dubon, ky është avokati. Ka nisë edhe video të banka. Gjasme, është duke për llogari. Po se di që ne mund t'ja vjellim këto letrat, pas ka hedhe firma dhe vula. Se di që mund t'ja vjellim këto, ne t'i bëjmë foto dhe t'ja marrim, se pas ka një numër banke këto. Tani që po hedhe edhe këtu në TikTok të video nëndë, që di sa beta do e marrim këto. Se di që se duket apo jo? Nuk duket. Nuk duket. Tani presim përgjigjen e avokatit. Si mendoni ju? Nëse një person do të nisi lek, ka nevojë për këto gjëra këtu sipër që do të kryej blerje. Mira ti, unë nuk e kuptoj tani çfarë duhet të blej unë. Se ai do më nisi lekët, ma unë s'do blej shtëpi. Problemi është se s'kam para, se kisha paguar. Kjo është mashtë, okej. I vajti. Presim që avokati të kthejë përgjigje. Që në një pikpyetje. Avokati më ktheu përgjigje, okej. Tash. Okej, avokati më ktheu përgjigje, më ka thënë mund të më dërgoni foton e kartës së identitetit dhe pasaportës. Nuk e kam pra.
ju thash të llogarinë time bankare, i thash ta hap një, nuk më ka kthyer përgjigje kur i thash ta hap. Karton. I shkruajta mund të jap kartën e dikujt tjetër. Tani unë nuk kam besim të jap kartën një avokati që nuk e njoh, një personi që nuk e njoh. Unë do t'i bie me kamerë, tash do ta hapi. Nuk e hapi. Çfarë? Kur i ra me kamerë, unë e hapa, isha në Zoom, në një mbledhje në Zoom, dhe ja hapa. Ai nuk e nxori fytyrën, ai kishte ulur telefonin poshtë, duke vetëm drita sipër. Nuk e kishte treguar fytyrën dhe nuk foli. Unë po prisja që të fliste, po dëgjuan të zhurma, po nuk foli. Ky s'di shqip. Nuk e mëson as skuq që të marr kartën e tij. Nuk e kuptoj ta shkruan. Kësaj foto su do t'i vë një emoj, sepse gjeta një kartë në Google që nuk është karta ime, po duket që është kartë falso, sepse ka i dën shumë të gjatë edhe. Por do ta mbuloj. Ju duhet t'i dërgoni një mesazh zonjë. Çfarë ti them? Që fotoja e kartës nuk është e qartë. Shumë e qartë është fotoja e kartës. Okej. Feruar avokat, je ti që nuk je i qartë. Që video besoj të ketë dalë shumë e gjatë, por do ta hedh pjesë në TikTok. Mund ta hedh dhe në YouTube, të shohim. Të ishte më mirë ta hidhja në YouTube. Kartës e identitetit, që s'është e imja, e gjeta në Google. Nuk Google e gjeta këtë kartën e identitetit, po ideja duket shumë e gjatë edhe përfundon me një dhe përfundon me një. Si ka mundësi që karta e identitetit nuk përfundon me shkronja? Prisni. E di në shumë të qartë. Ha, më nisi kartën e vetë avokati. Ua. Në më thënë, Moretti, Enrik quhet, Francë, jeton në Francë, 59 vjeç. Ua, avokat. Mendovi avokati se s'mu të ka pamjen e çastit për shkak të politikës, se sigur s'kam telefon tjetër t'i be. E që pas ka bërë mirë WhatsApp-i që s'mu të vesh do të foto. Po mendoi ky avokati se duke nisur një herë s'mundem t'i bëj foto unë. Unë kam kamerë tjetër këtu, telefon tjetër, i bëj foto nga telefoni tjetër, avokat. Duke parë nuk e di si për mua është e qartë. Mirë. Po kjo avokati s'është i njëjtë me këtë në foto, më? Shikoni këtu në foto? Me këtë këtu. I njëjtë? Apo ty kanë dalë ku ka qenë njëri ai? Këtu është plak. Hajde, qa mashtrimi. Ja, duke që s'janë fare me atë në foto atje. Një po unë tjetë, se ky po më merë vesh mua. Se di.
Nuk e di si e di ka që mirë shqipen ky avokati. Se kuptoj. Si e di ka që mirë shqipen ti avokat? Ti shkruaj avokatit. Flet shumë mirë shqipi shkruajta. Në qa shumë bëshoja? Dhe faleminderit për ndihmën. Thot faleminderit për çfarë thot ky? Tash për ndihmën që po më ndihmon. Dhe si do ja bëjmë të kush bank. Tani ky thot Union Perëndimor MoneyGram Ria ka kuptim. MoneyGrami ka kuptim edhe Unioni ka kuptim. Po. Është lidhja që nuk funksionon kështu këtu. Ky ka emrin noms do t'jetë emri. Tani unë nuk e di me saktësi, do ta përkthej. Tani, kjo që ka dërguar ky noms që ka emri. Më ka dërguar emrin e tij, mbi emrin, vendin, vilën ku jeton villa thot këtu. Përkthimi vendi, qyteti, objekte. Objekte shtëpiake, s'ka kuptim. Tani kjo duket që është mashtrim, se pak dhe juve kur nisi kartën e identitetit, ishte emër tjetër edhe këtu ka emër tjetër. Si ka mundësi tani? Karta e identitetit ka emër tjetër dhe karta këtu ka emër tjetër. Është mashtrim. Edhe këto do bëjmë pagesën për letra. Domethënë ky do bëjë disa letra që janë ato letrat që ky tha më sipër, që janë një vlerje, miratim, ministror, autorizim, transferim, që s'ka lidhje fare me pagesën, me lekët që unë do marr. Se shumë thjesht, unë jap emrin me emrin tim, shkon te Western Union edhe dërgon lekët. Vendi Tiranë, edhe kaq, unë vetëm marr lekët. Por faleminderit ty avokat që duke mashtruar. Se unë nuk jam duke mashtruar këtu. Je ti bashkë me atë zonjën që je duke mashtruar. Kuptoj. Nejse. Ku e ofendova unë avokatin? Ku e ofendova? Nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj ku e ofendova unë këtë. E shava që këta i thash nuk kam lek. Unë thjesht i thash nuk kam para.
Nuk e ofendova, nuk e di. Nëse kjo nuk kam para quhet ofendim, unë e mbyll TikTokun fare. Se hapma, nuk e di. Po që ofendim kjo nuk kam para, unë e mbyll TikTokun e se hapma. Kam sinqerisht, komentoni poshtë. Është ofendim? Se kjo po më thot mua ju dëshironi të bëni pagesën për sa? Unë i thash nuk kam lek që të bëj pagesën. Pagesën do ta bëj ai që do të dërgoj lekët mua. Se përdesa thot këtu me Western Union ose MoneyGram, pagesën nuk e bëj unë, e bën ai që dërgoj lekët. Mbyll se vajti ora 11 edhe do të ngrihem shpejt nesër. Dhe do shifemi nesër, po mbyll dhe internetin që kur të shkruaj avokati mos i dalje me 2 vija, se pastaj që nga linj dhe s'më kthen përgjigje. Telefoni kom qies. Mirë pafshim, nuk mund të funksionoj kështu. Ti dashke para. Do me thënë që ta bësh të procedurën ti dashke para. Si të duash ti më avokat, mu gati më ke këtu, po në deshe njësi lekat. Nuk mund të funksionoj kështu në mua, të akoma mund të shkruaj zonjës të shoh. Ti shkruaj unë zonjës, e? Pse si shkruaj me zonjës të ti shkruaj unë? Dajt me vetë unë. Ora 11 unë do fri gjumë. A mund me njës me Western Union? Sonjë nderume?